Agjerimi përveç dimenzionit shpirtëror ka edhe ndikim të drejtë në organizëm dhe në shëndetin mendor. Për shumë individ, agjerimi përjetohet si periudhë reflektimi dhe qetësie, ndërsa për të tjerë mund të shoqërohet me lodhje, nervozizëm apo tension emocional. Nga kundvështrimi i psikiatrës Behije Nuhiu, reagimi i organizmit ndaj mungesës së ushqimit është fillimisht biologjik, rënja e nivelit të sheqerit në gjak dhe ndryshimet hormonale, veçanërisht në hormonin e stresit, mund të shkaktojnë irritim, vështirësitë në përqendrim dhe luhatje të humorit, sidomos në ditët e para të agjerimit. Këto janë reagime normale të trupit gjatë fazës së përshtatjes. Megjithatë, ndikimi emocional nuk përcaktohet vetëm nga aspekti fizik. Faktorë të rëndësishëm janë motivimi personal, bindja shpirtërore dhe konteksti social. Gjatë muajit të Ramazanit, agjerimi shoqërohet me lutje, reflektim dhe ndjenjë komuniteti, element që mund të kontribojnë në uljen e perceptimit të stresit dhe në rritjen e ndjenjës së qetësisë, thekson Nuhiu. Agjerimi ndikon shumë tek organizmi i njerit, jo vetëm në shëndetin fizik, gjithashtu ka një ndikim të fuqishëm në shëndetin mendor dhe emocional. Është konstatuar se gjatë agjerimit individet janë më të qetë, kanë një kontroll emocionale më të madhe, gjithashtu edhe vetë kontrolla ndaj urisë, ndaj ushqimit i bën ata të ndjejnë një farë stabiliteti dhe vetë kontrolle psiqike. Po, a mund të ndikojë agjerimi, siç e thatë, edhe në stabilitetin e njeriut dhe në çfarë mënyre ndikon? Patjetër, gjatë agjerimit do të thotë persona që më parë kanë vuajtur nga çrregullimet si depresioni dhe ankthi, është konstatuar se gjatë agjerimit gjithashtu ka tendencë që të ulen simptomat e ankthit, të ulet ai tensioni i brendshëm që e ndjejnë individët. Gjithashtu tek personat që kanë çrregullime depresive është konstatuar që rritet shpresa, rritet vullneti për shkak të gjithë atyre aktiviteteve altruiste, humaniste, ne do të thotë kemi dëshirë të ndihmojmë, të jemi sa më human, të marrim pjesë në aktivitete që kanë të bëjnë me solidaritetin, do të japim ndihma. Gjithashtu trajtimi i izolimit, një nga shenjat e depresionit, do të thotë ne të gjithë e dimë besimtarët që gjatë muajit të Ramazanit organizon iftare të përbashkëta, do të thotë kemi aktivitete me familjarët, shkojmë dhe vijmë, gjithashtu lutje të përbashkëta në xhami, namazet e ndryshme, të gjithë i bëjnë të afrohen sa më shumë, edhe të gjithë këto ndikojnë pozitivisht në psiqikën e njeriut. Po, a ndodh ndoshta edhe kundërta agjerimit të ndikojnë në rritjen e ankthit? Këso raste mund të themi se ndikon të disa individ që veç më tani janë si karaktere më impulsive, që kanë një prag më të ulët ndaj tolerancës së frustrimit. Ka individ edhe të tillë, po nuk mund ta gjeneralizojmë për shkak se tek shumica ndikon pozitivisht. Po pse në fakt të disa persona raportojnë qetësi dhe përmirësim shpirtëror gjatë agjerimit, ndërsa te disa tjerë pëson nervozizëm apo lodhje emocionale? Fatkeqësisht i shohim të dy aspektet, mirë po tek shumica e personave, tek shumica e individëve, agjerimi ndikon në mënyrë pozitive, siç e cekë stabilitet psiqik, emocional, për shkak se agjerimi nuk është i lidhur vetëm me pjesën fizike, ai është në dimension pak më i gjerë. Ne i dimë se në muajin e Ramazanit gjatë agjerimit ne lidhemi edhe pjesa e spiritualitetit, do të thotë lutjet, namazet, gjithashtu janë pjesë e domosdoshme e agjerimit, edhe të gjitha këto rituale që i bëjmë gjatë muajit të Ramazanit, fatmirësisht ndikon pozitivisht edhe simptomat të këta persona që ndoshta kanë edhe çrregullime personale shumë më shumë qetësohen. Mirë po, ka edhe disa persona tjerë që janë më impulsiv si karaktere, ato edhe jashtë agjerimit janë të tillë. Mirë po mungesa e ndoshta ndonjë varshmërie që kanë kafe, alkool, cigare, ato rituale ditore që i bën mungesa atyve ndikon që të theksohen tiparet e karakterit të tyre, prandaj janë më të nervozuar, le të themi. Po, a ndikon mungesa ushqimit në rritjen e irritimit apo lohatjes së humorit? Të disa persona ndikon, mirë po në përgjithësi bëhet një reflektim edhe rritet empatia
se si qenka ta ndjesh urin, se si qenka ta ndjesh etjen, prandaj edhe gjatë muajit të Ramazanit e kemi vrej se të gjithë popullata jonë rritet një empati se e shohim në për botë se çfarë po ndodh, sa popull kanë vështirësi për ushqim, do të thotë edhe rritet empatia. Po si reagon truri ndaj ndryshimit të regjimit ushqimor gjatë agjerimit? Reagon në mënyra të ndryshme. Në fillim ndryshon edhe bioritmi i gjumit, apo neve zgjohemi në syfyr, ham vaktin e syfyrit, pastaj kemi lutjet e mëngjesit, lutjet e drekës e kështu me radhë gjatë gjitha namazet, edhe krijon një bioritëm krejtësisht ndryshe. Në fillim individet mund të pasojnë kokëdhimbje për shkak se lëkundet niveli i sheqerit, ndryshon tajitja e hormoneve e kështu me radhë. Në fillim është e vërtetuar se edhe të gjithë personat po gati se ditën e parë e përjetojnë me kokëdhimbje, apo derisa të stabilizohet edhe të adaptohet organizmi i njerit ndaj ndryshimeve që po i pëson. Edhe rituali i gjumit, mirë po edhe rituali i ushqimit. Po, ndikon agjerimi në forcimin e durimit dhe menaxhimin e impulseve? Patjetër. Privimi nga ushqimi, uji, e bën njeriun që të jetë më i durueshëm. Edhe ndaj ngacmimeve fizike, mirë po edhe ndaj sjelljeve të tjerëve, i bën më të durueshëm, më të qëndrueshëm, vlerësohet, rritet vetë vlerësimi. Po, a rekomandohet agjerimi për personat që vuajnë nga depresioni apo çrregullimet e ankthit? Patjetër. Nuk ka asnjë ndalesë që personat që kanë çrregullime depresive ose çrregullime të ankthit të mos ta agjerojnë, përkundrazi, e cila edhe më herët se bile ndikon në mënyrë pozitive. Patjetër terapinë nëse e kanë të përshkruar nga psikiatri, nuk është mirë ta anashkalojnë, të mirët me orare të saktuara, mirë po agjerimi ndikon shumë pozitivisht tek çrregullimet e ankthit dhe depresionit. Po çfarë duhet të kenë parasysh personat me çrregullime të ngrënit? Çrregullimet e të ngrënit janë pak më specifike edhe gjithmonë te këta persona duhet të ketë konsultime specialistike, sidomos janë të shprehura tek adoleshentët, edhe gjithmonë duhet janë në mbikëqyrje të prindërve ose ndonjë kujdestar që e kanë, mirë po patjetër duhet të jenë në mbikëqyrje edhe të specialistëve të fushave. Për këtë temë nuk do kisha deshtja më shumë të dhëna sepse nuk i përkas. Nëse ndonjë person ka ndonjë diagnozë të çrregullimeve mendore, mos ta ndjen veten se është më i nënvlerësuar, po gjithashtu mundet të agjeron si të gjithë personat e tjerë, të mos stigmatizohet, edhe t'i vazhdon ritualet, ato lutjet, të cilat tash ndikojnë edhe në shëndetin fizik, por gjithashtu ndikojnë edhe në shëndetin mendor. Nuk kanë asnjë ndalesë që të privohen nga agjerimi, edhe ritualet e tjera të Ramazanit. Shumica e të prekurve nga çrregullimet mendore kur vinë në për kontrolle, na e cekin tani do vije muaji Ramazanit, si t'ja bëjmë terapinë, edhe gjithmonë mundohemi që neve t'i inkurajojmë që të agjerojnë, jo të kundërtën. Edhe bashkarisht e krijojmë një plan se si të merret terapia, të merret me vaktin e syfyrit dhe të merret me vaktin e iftarit. Në qoftë se kanë ndonjë terapi për shkak se ndonjëherë disa barna, si për shembull anksiolitiket, mund të jepen edhe 3 herë në ditë, për shkak të agjerimit dhe asaj ndjenjes së durimit. Gjithashtu kemi pas raste kur edhe janë zvogluar nevojat për dozat anksiolitike. Kështu që të terapinë e përshtasim bashkë me vaktet që i ham gjatë muajit Ramazanit, me syfyr dhe me iftar. Po cilat persona ndoshta nuk duhet të agjerojnë që vuajnë nga shëndeti mendor? Rastet të tilla janë psikozat, për shkak se kërkojnë terapi më të shpeshtë, terapi më të rëndë, kërkojnë edhe terapia e tillë kërkon më shumë konsumimin e lëngjeve, për shkak se kanë efektet e tyre anësore,
te ato persona, edhe gjendja e tyre psiqike nuk është aq në nivel le të themi sa të janë të vetëdijshëm për disa sjellje te ato persona nuk e rekomandojmë agjërimin. Kurse te çrregullimet nevrotike, që përmendëm parës edhe çrregullimet e emocioneve dhe disponimit, mundet ta rekomandojmë agjërimin. Agjërimi nuk ka një efekt të njëtrajtshëm tek të gjithë individët. Për disa mund të jetë burim qetësie dhe forcim psikologjik, ndërsa për të tjerët mund të paraqes sfida emocionale. Ndikimi në stres dhe ankth varet nga gjendja paraprake e shëndetit mendor, mënyra e praktikimit dhe kuptimi personal që individi i jep kësaj përvoje.